Në Gjirokastër sot ka startuar një organizim i veçantë kushtuar shkrimtarit të madh Ismail Kadare. Ai vjen në titullin Kronik në Fest, ideuar me një sër aktivitetesh ku janë përfshirë edhe fëmijët. Është në rastin e përkujtimores të madhit Ismail Kadare. Titulli është vendosur si frymëzim prej Kronik në Gur, një prej veprave të atij. E kemi menduar si një formë kreativiteti, jo vetëm si një bisedë letrare apo si diçka mes atyre që tashmë e njohin Ismail Kadaren dhe veprën e tij, që kanë lexuar libra apo dhe kanë parë filma të bazuar në shkrimet e tij, por edhe si një formë për t'u edukuar me fëmijët nëpërmjet lojrave, për të njohur me këtë autor, nëpërmjet lojrave të ndryshme të vijë një formë edukimi që ata më pas kur të rriten ta kërkojnë për të njohur me veprën e tij më konkretisht. Pra ta zbërthejmë pak a shumë si një autor, edhe learning by playing, që është një metodologji e tillë. E para ata ndërtojnë një kartolinë, një ndër gjërat e preferuar nëse mund ta quajmë të tillë, që Ismail Kadare dërgonte shpesh miqve të tij dhe të afërmit të tij. Ata njihen me kartolinën, që tashmë fal teknologjisë fatkeqësisht ne nuk e përdorim më aq shpesh, por mbetet një kujtim sepse ata e shkruajnë, e ngjyrosin vetë duke e personalizuar, edhe e vizatojnë dhe e mbajnë kujtim. Ndërkohë nga ana tjetër ata krijojnë një bookmark ose një shenjues librash, që prapë do ta kenë kujtim për librat jashtëshkollor që ata do të lexojnë gjatë verës, dhe nga ana tjetër do të ngjyrosin postera që janë printuar në formë skice të filmave të ndryshëm që janë bazuar në veprën e Ismail Kadares. Po bëj një kartolinë për kushuririn, se ne lozim ditë për ditë dhe dalim bashkë. Dhe çfarë i ke shkruar aty? Unë kam shkruar Bese dhe Ajla. Kam bërë një kartolinë për shoqen time, e cila ka emrin Ajla. Aty kam dhe në shkollë, e kam shoqen më të ngushtë. Unë kam menduar ta bëj për ca fjalë që më vinë në mendje, por tani nuk më kanë ardhur fjalë në mendje. Mendoj se do më vinë më vonë. Po piktura që ke bërë te kartolina është një fjonga, e cila kam bërë për shoqen time Ajla, sepse ajo është fiks një fjonga e vogël, e cila mua më pëlqen shumë. Ne tani po ngjyrosim një të premtuar nga Kadares, dimri i vetmisë së madhe. Unë nuk kam dëgjuar shumë Kadaren nga librat e Kadares, më pëlqen shumë si shkrimtar dhe jam krenar që jetoj në Gjirokastër, edhe ne njihemi për Kadaren, për shkrimtarin më të madh. Ti ke lexuar ndonjë libër të tij? Unë nuk kam lexuar, por gjyshi më ka treguar historitë e Kadares, edhe kemi një libër, kemi libra plot të Kadares, edhe mami edhe gjyshit i pëlqej shumë Kadare. Do ta lexoj dhe unë kur të rritem. Kronik në Fest vjen për herë të parë në qytetin e Gurt me aktivitete interesante të shtrira në 2 ditë. Jo ta shohim si një të paprekshëm, por të vi nëpërmjet filmit që të kemi pasdite tek pjesa e sheshit tek Çeçistopulli. Nga ana tjetër do të kemi një bisedë dhe muzikë në të njëjtën kohë që të jetë prapë interesante me publikun në mosha të ndryshme. Një trivia night që nuk besoj se është bërë ndonjëherë, që të organizohet një pyetësor se sa e njeh publiku Ismail Kadaren dhe veprën e tij, me pyetje përgjigje deri diku po themi interesante, por edhe pak gazmore, dhe kjo sigurisht i zhdërvjellson njerëzit e i bën që të socializohen më shumë me njëri tjetrin. Dhe nga ana tjetër kemi edhe një tur që do të njihemi me Gjirokastrën në atyre vendeve që Ismail Kadarea përshkrua në shkrimet e tij, që është edhe për turistët vendas, edhe për gjirokastritët, por edhe për turistët e huaj. Kronik në Fest është një organizim i Bashkisë Gjirokastër dhe një grup i vajzash të shoqatës Do Art.